Na? Përshëndetje. Pyetja dhe çështja është kam rrjedhur unë apo je ti akoma në gjumë? Le të mundohemi ta gjejmë bashkë. Si puna ime që flasim për këto, nëse kjo është për ata që kanë parë videot e mia, që flasin për gjëra që përmendjen dhe për ato që ne e dim, që kemi mësuar apo që na thohen, janë të pamundura. Mirë po, unë do të them përsëri, fuqia që është brenda në ju, atë fuqi që ka secili nga ne, po ta le, ta çliroj, e të dalje gjitha në pah, atëherë do i bëni edhe ju pyetje vetes pastaj, ose do i bëni pyetje këtij siç bëra unë. Kam rrjedhur unë apo jeni ju në gjumë? Sepse të shohësh realitetin ashtu siç është, të shohësh gjërat ashtu siç janë, dhe jo siç e kam fjalën jo me syrit fizik, me të syrin tjetër, me të të brendshmin, që ka jo vetëm pamjen, por edhe dijen e vërtetë. Për këtë do flas një ditë tjetër, pak më shtruar dhe më gjatë. Njëherë për njëherë, ditën e mbarë.